Një goditje e fortë për besueshmërinë e policisë së shtetit ka ardhur nga hetimet e fundit të SPAK, ku emri i një zyrtari të lartë është renditur krah eksponentëve më të rrezikshëm të krimit në Vlorë. Rezart Kuçi, i cili mbante detyrën e rëndësishme si shef seksioni në policinë shkencore të Kukësit, u arrestua nën akuza të rënda që e lidhin atë drejt për drejt me grupin e strukturuar kriminal të Ines Hajrullës. Ajo që e bën këtë arrestim tronditës është kontrasti i thellë mes figurës zyrtare dhe asaj që ka zbuluar hetimi i prokurorisë së posaçme. Vetëm një vit më parë, Kuçi u shfaq në ceremoni zyrtare duke u nderuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me certifikat për shërbime të dalluara. Ky vlerësim, i cili supozohet të jepet për integritet dhe kontribut të lartë në detyrë, rezulton sot të ketë qenë vetëm një mask, pas së cilës fshihej bashkëpunimi i ngushtë me të fortët e Vlorës. Struktura e posaçme ka ngritur ndaj Kuçit 3 akuza kryesore: shpërdorim detyre, trafik droge dhe pjesëmarrje me grup të strukturuar kriminal. Sipas dosjes hetimore, zyrtari i policisë dyshohet se ka përdorur pozicionin e tij dhe njohuritë profesionale për t'i shërbyer celulës së Hajrullës. Ky grup konsiderohet përgjegjës për të paktën 2 vrasje të porositura, Gentian Qari dhe Bledar Birçaj, dhe disa episode të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Roli i Kuçit si shef në policinë shkencore shton një dimension edhe më shqetësues në këtë dosje. Si ekspert i fushës, ai ka pasur akses në prova dhe informacione sensitive, të cilat mund t'i kenë shërbyer bandës për të eliminuar gjurmët në ngjarje kriminale. Ndërsa policia e vlerësonte me tituj nderi, SPAK beson se ai ishte një hallk kyçe e logjistikës kriminale të Ines Hajrullës, duke treguar se korrupsioni mund të fshihet edhe pas certifikatave të mirënjohjes.